këtë fund vit, si çdo herë kam kënaqësinë të flas për rezultatet e arritura nga administrata tatimore e Kosovës, si njëra prej shtyllave kryesore në funksionimin e shtetit dhe mbushjes së buxhetit publik. Gjatë 5 viteve të fundit, ATK ka shënuar arritje të jashtëzakonshme si në rritjen e të hyrave të mbledhura, ashtu edhe në përmirësimin e vazhdueshëm të shërbimeve ndaj tatimpaguesve, dhe një prej treguesve më domethënës të kësaj performance është edhe tejkalimi si vjet i shifrës prej 1 miliard euro të hyra nga tatimet apo të mbledhura nga ATK, një fakt që dëshmon jo vetëm që ka politika të qëndrueshme dhe efektive, por mbi të gjitha është një rritje e vazhdueshme e besimit të qytetarëve në institucionet tona. Konkretisht unë kam edhe raportin ditor që e pranoj si ministër, pra shifra prej 1 miliard euro për herë të parë në historinë e ATK-s është mbledh apo është përmbush në datën 16 dhjetor të këtij viti. Pra ende pa u mbyllur viti, janë arritur 1 miliard, prandaj është një rekord historik që po besoj duhet t'i gëzohemi të gjithë. Këtu kemi arritur jo rastësisht, pra kjo shifër nuk është e rastësishme, sepse njësoj apo ngjajshëm ka performuar edhe aspekti ekonomik. Pra kemi biznese që tani, pra këtë vit, pritet ta mbyllin me rreth 25 miliard euro qarkullim. Pra qarkullimi vjetor si vjet, pritet të arrijë 25 miliard euro deri në fund vitit, ndërka që para 5 viteve, hiç më lart se para 5 viteve, kjo shifër ishte 11.5 miliard euro. Gjithashtu, pra nuk është rrit vetëm qarkullimi, kemi rritje edhe të fitimit të bizneseve. Nëse marrim për bazë tatimin në fitimin e korporatave, pra si indikator, e shohim që fitimi i bizneseve tashmë ka tejkaluar shifrën prej 2 miliard euro, pra pritet tjetra 2.3 miliard euro si vjet, ndërka që para 5 viteve kjo shifër ishte vetëm 900 milion euro. Ngjajshëm kemi të bëjmë edhe me trendin e numrit të punësuarve. Pra numri apo shifra e të punësuarve në muajin më të fundit tregon që ka arritur apo ka prekur numrin prej 435.000 vende pune aktive, të cilat janë të raportuara në ATK dhe paguajnë tatim, ndërka që para 5 viteve kjo shifër ishte 350.000. Pra janë të gjitha shifra këto që konfirmojnë se ky trend, pra i mbledhjes së 1 miliard euro të hyrave tatimore nga ATK nuk është rastësi, por rezultat i një pune të vazhdueshme. ATK mbledh më shumë tatime sepse qytetarët pra janë më të bindur se paratë e tyre kontribojnë përmes tatimeve kthehen në shërbime publike më të mira dhe në investime që përmirësojnë jetën e tyre. Vlen theksohet se në themel të këtij suksesi qëndron një parim tepër i thjeshtë, por thelbësor, e që është trajtimi i barabartë i gjithë tatimpaguesve, pikërisht fal këtij parimi është rritur edhe përmbushja vullnetare e obligimeve tatimore nga qytetarët. Si qeveri, ne mbesim të përkushtuar në forcimin e besimit qytetarëve ndaj institucioneve shtetërore dhe në mbështetjen e bizneseve që respektojnë ligjin duke kontribuar në ekonominë e vendit. Të gjitha këto rezultate, pra, siç e thash, nuk janë të rastësishme, por janë fryt i ndërtimit gradual të një sistemi tatimor të rrënjosur në integritet, prandaj ruajtja dhe forcimi i këtij sistemi dhe këtij parimi është thelbësore për të ardhmen, sepse integriteti i ndërtuar gjatë këtyre viteve të fundit nuk duhet të rrezikohet, por duhet të zhvillohet në mënyrë të vazhdueshme. Sot jam para juve për me paraqitë rezultatet e vitit 2025, këtë vit që po mbyllëm, siç e theksoi ministri, me një numër të hyrave që tejkalon tashmë 1 miliardshëm. Pra sot gjendja është 1 miliard e 12 milion të hyra që ATK i ka realizuar gjatë këtij viti. Kisha dashur t'i vënoj tekst kësaj shifre, sepse është merit kryesisht e juja, të e pas parasysh ATK po përballet me një mungesë të numrit të punëtorëve, që sillet diku rreth 30% e me një moshë mesatare që tejkalon 51 vjeçë. Pra megjithatë, edhe për shkak të këtyre dy mungesave, ATK ka arritur të krijojë një numër të hyrave që tejkalon 1 miliard. Megjithatë, këtë vit kemi një rritje prej 11% krahasuar me vitin e kaluar, që nëse e shohim edhe prezantimin, është një rritje që e përcjell trendin e viteve të fundit, edhe pse rritja e ekonomisë ka probleme këtë paraqitjen këtu, rritja e ekonomisë shënon diku një mesatare prej 5% përderisa rritja e të hyrave tejkalon diku
11 ose 12%. Nëse bëjmë një krahasim për këto 5 vitet e fundit, na kemi një tyre mesatare që është rritë prej vitit në vit diku 18%. Kjo tregon një shtim të disiplinës, mrena për mrena ATK-s, që po mundohemi me zvoglu pjesën e ekonomisë jo formale, e dim që ka shumë punë për të bërë, po megjithatë, nëse vazhdon ky trend i rritjes diku ka 18% sa është, në vitin e fundit është 11%, i bie që na jemi drejt zvoglimit të ekonomisë formale dhe një bashkangjit vende më të zhvillume që kanë një informalitet më të ulët. Pra, shihet që përveç bruto produktit që thamë shënon diku një 5.5% sidomos për vitin 2021, tyrat tatimore shkojnë lartë më shumë se sa rritja e bruto produktit vendor. Këto të hyra diku 49.5% bëjnë pjesë të hyrat nga TVSH-ja. Kjo na tregon që na po fiskalizohemi si ekonomi. I bie që tatim pagus më shumë po fiskalizohen dhe pëlqojnë kupona fiskal. Megjithatë kemi një numër më të vogël të hyrave prej tatimit korporatave që shkon në 21.7 dhe tatimit të ardhave personale prej 29%. Jemi larg ende ekonomive më të zhvilluara që hyrat nga TVSH kanë shumë më të vogla. Kjo tregon që na kemi kryesisht një ekonomi në konsum. Megjithatë tregon që është vendosur një disiplinë